Të nderuar vëllezër besimtar, me lenin Allahut, sot do flasim një temë, një hutbë për një ibadet e cila lidhet ngushtë me muajin e Ramazanit. Është fjala e vëllezër besimtar se muaji i Ramazanit cilësohet ndryshe edhe muaj i Kur'anit, sepse në këtë muaj ka zbritur Kur'ani, e cili libër paraqet fjalën e Zotit. E në këtë drejtim muaji i Ramazanit quhet edhe muaj i Kur'anit. Andaj duhet ta ndërtojmë lidhjen tonë në këtë muaj të Ramazanit, në muaj të vetë reflektimit, që edhe ta ndërtojmë lidhjen tonë me Kur'anin. Të nderuar vëllezër besimtar, një musliman i formsuar drejt e din se duhet me pas lidhje të vazhdueshme me Kur'anin, sepse Kur'ani paraqet një dërgesë, një letër nga ana e Allahut për të gjithë ne. Është libër për këtë njerëzimin, mirë po ti fillimisht duhet me trajtu se Allahu ty ta ka dërguar këtë porosi. Është porosi për ty, e cilën ti duhet me lexu, me mësu, me meditu, dhe mbas kësaj porosie që Zoti na ka dërguar që të gjithëve ne të punojmë në jetën tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, është bërë obligim me besu në Kur'an, po edhe me punu edhe me lexu. Andaj Kur'ani duhet me kon ai i cili është udhëzuesi i individit. Po e shehni shtetet, çush janë të rregulluar. Thuhet shteti jon punon me këtë kushtetut. E muslimani e ka kushtetut vetën Kur'anin, me ta punon, me ta jeton, dhe nëse don me punu, me jetu me Kur'an, duhet me lexu vllazni. Duhet me shfletu këtë porosi nga ana e Allahut për të gjithë ne. Andaj nuk ka libër më fisnik mbi këtë rrezull të kësor. Asnjë libër nuk është më fisnik se sa Kur'ani. E pse? Se është fjalë e Allahut, është kelamullah, është fjalë e Allahut, dhe kur na e lexojmë vllazni, do të më kon shumë krenar, vetëm se pe lexon, se është porosia e Zotit për secilin prej neve. Andaj sot më thor ty një letër për një vipi personaliteti, nihesh fort mirë. Fort mirë nihesh, po dije se Allahu ty të ka veçuar me besim, edhe fjalët e tij kur ti lexosh, fote pak meditimin në funksion, fote meditimin në përdorim, sepse kime lexu ndryshe dhe kime përjetu Kur'anin ndryshe, e jo sikurse në libër të zakonshëm. Andaj është me u çudit vëllezër besimtar braktisja e umetit të Muhamedit alayhis salam të lexuarit të Kur'anit. Madje meditimi është më pak se leximi. E nëse bëjmë një analizë në rastin më të mirë, inshallah ne kam gabim, po nisëm këtë xhamia që janë rrallë 20% e xhamatit din me lexu Kur'anin në original. Rrallë din 20% e xhamatit me lexu në original, e që tregon se na jemi vllazni umet i lexueshëm, na jemi umet që e kem përparim ajetin kuranor, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo dhe studio në emrin e atij që të ka kriju. Zoti, ai ka kërkuar që do na hyrën në Islam me çka? Me lexu Kur'anin, me lexu shpallën, me lexu porosin që Allahu e ka dërguar tek ne, ta shfletojmë. Andaj nëse ne 20% e umetit din me lexu Kur'anin, çfarë më thonë vllazni? Na kena mësu në punë edhe më trona se çështë leximi i Kur'anit. Ne person i dedikum me 10 ditë mësimore në Kur'an. Pastaj të zgjidhë diçka tjetër, mirë po me 10 ditë ka një orë mja përkushtu, me 10 ditë në Kur'an. E çaj thu Zoti ti nesër kur ti si ke 10 orë, si ke gjetë me mësu Kur'anin. Në mësu si mirë, me 10 orë e fut një nxënës Kur'an, me 10 orë, 10 ditë rresht me shku, edhe me lenin Allah të futesh në lexim Kur'anit, mirë po çfarë ti ke dështu me mësu Kur'anin dhe me lexu ato. Andaj leximi i Kur'anit vëllezër besimtar është ibadet që do të më pas vazhdimisht, e sidomos në muajin Ramazan. Të nderuar xhamat, Allahu po Kur'an, innal ladhina yatluna alkitaba Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Thot Allahu në Kur'an, ata të cilët e shfletojnë, kështu ka thonë, yatluna, e shfletojnë librin e Zotit dhe e falin namazin dhe pastaj shpenzojnë rrugë të Zotit, qoftë fshehurazi o qoftë haptazi, thot të tillët e shpresojnë një shpërblim që s'ka mi dëshpëru. E shpresojnë një shpërblim që nuk ka mi dëshpëru. E qysh o vllazën besimtar me dëshpëru ti
kur Muhamedi a.s. po na tregon se leximi i Kuranit është pe veprave që më shumë të sjell sevap. Edhe po thot pejgamberi a.s. thot një shkruajnë 10 sevape. Tash janë nis me lexu surën Bekara, Alif Lam Mim, 30 sevape. 30 sevape i ki do me që të punë, e do llogaritë sa shkruajnë aty ka Kurani, andaj shpletimi i Kuranit do të më kon vëllezër besimtar një vepër që neve na shoqëron vazhdimisht e leximi i Kuranit dhe shoqërimi me to po na bëj që më u dallu ndër besimtar. Interesant kjo çështje vëllezër besimtarë dinit dhe mos më na pas tregu Allahu përmes Muhamedit alayhis salam nuk na ki shku mendja kur. Dëgjoni çfarë po thot Muhamedi alayhis salam, thot besimtari i cili e shfleton Kur'anin për ngjason me pemën që ka aromë të mirë edhe shije të mirë. Allahu akbar. Leximi i Kur'anit po na jep ka një aromë të veçantë tek melaçet, po dallojshëm me to ti duke lexuar Kur'anin, edhe pastaj thot besimtari që nuk e lexon Kur'anin është sikur hurma, me hongër është e mirë, është e shishme, të jep energji, mirë po nuk ta jep atë aromën që ka besimtari që lexon Kur'anin. Edhe po thot munafiku është sikurse kungulli i hidhur, një lloj fruti, një lloj pemë, e cila e paska edhe pamjen e keqe, edhe shijen e keqe, edhe aromën e paska të keqe. Andaj Kur'ani vëllezër besimtar, duke e lexuar ne po fisni kraheshëm para Zotit dhe para melaçeve. Andaj këtë drejtim të ndërruar vëllezër besimtar, mundoheni që në jetën tuaj imanore që ta lexoni Kur'anin sa më shumë. Andaj, don Kur'ani vëllezër besimtar ka ndikim të madh në jetën e muslimanëve, ka ndikim të madh në jetën e besimtarëve. Tash ne na muin Ramazan dhe agjerojmë për Zotit, Allah ka kërkuar për neve me agjeru. Është obligim, nuk është sikur se çështja e Kur'anit e cila është vepër e rekomanduar fuqishëm, mirë po ka thënë pejgamberi se agjerimi edhe Kur'ani kanë me kon ndërmjetësues për besimtarin ditën e gjykimit. Ka me kon ndërmjetësues. Andaj, ti dush me pos në agjendën tonë, në rrugtimin tënd drejt Zotit, sa më shumë të si argatsh me nxon agjerimin, namazin, Kur'anin, se në ditën e gjykimit vëllezër besimtar mos me kon rahmeti i Allahut. Don, asnjë nuk shpëtojmë. Edhe mos u çuditni me këtë fjalë, se ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Kon sikur mos ishte mëshira e Allahut", don asnjë do të shpëtonim. E thanë dërguari i Zotit astea, sa ju asone. Andaj në këtë drejtim, don Allahu inshallah na gjykon me mëshirën e tina, e jo me drejtsinë e tina, mirë për në rrugtimin tonë vllazni, drejt Allahut duhet të shoqërohem edhe me Kur'an. E pse më shoqërohem me Kur'an? Sepse vëllezër besimtar, Kur'ani është ai i cili neve na mëson besimin. Kan thonë sahabë, thot fillimisht e ke mësu imanin pej Muhamedit alayhis salam, na ka treguar çka është imani, çushim besim, edhe pastaj e lexonim Kur'anin që me forcu besimin tonë. E lexonim Kur'anin që me forcu imanin tonë. Andaj qysh për atë vëllai besimtar që me një xumë me pështu pe kurthave të shejtanit, don me pa prezencë ditore në xhami, don pa prezencë ligjërata, edhe pa shfletim të Kur'anit, pra ti më shpëtu në këtë botë e cila është e mbushur me kurtha të shejtanit dhe argatëve të tij. Vëllai besimtar, edhe shejtani ka argat. Po e shehni ta islamofobët veç 10 minuta që është kurtu mësimi për nxënësat shkolla që mu të shku më bëjë ftor, u hallakatën, edhe shejtanët i kanë të lidhë, po pse? Jenë argat të tij. Andaj këtë drejtim do në me rujt imanin, do është me pas një lidhje të veçantë me Kur'anin. Është sunet, vllazni, është sunet njëherë në mujt me bohat me Kur'anin. Është sunet njëherë në mujt me bohat Kur'anin, që nuk kupton vepër e rekomanduar fuqishëm nga ana e Muhamedit alayhis salam. Po çfarë më thonë vllazni, që ka xhamatli që në jetën e vet kur se ka lexuar Kur'anin. Kur në jetë vetë se ka lexuar Kur'anin. A nuk është kjo vëllezër besimtar marrë, ti që beson Allahun, ti që i bën sejdë Allahut, po kur se ka lexuar Kur'anin, po flasin për kthem. Kuptimet e Kur'anit si ke lexuar asnjëherë. A nuk ka marrë për ty? Ke lexuar tulfa libre, madje ke lexuar buvakese libra që janë konspiracione, ke gjetë inspirim me lexuar libra që nashta hiç s'kan bëjë me realitetin, mirë po të ka mungu inspirimi që me lexuar fjalën e Zotit tënd. Me lexu atë i cili kujdeset për ty dhe ti kur flan, ai i cili të shëron kur smuhesh, ai i cili të jep evlad, e të jep rrezik, e këtë mira që në këtë dunja ti ka dhënë, mirë po ti çfarë? Porosin e tij që ty ta ka dërgu, s'po gjon inspirim me lexu. Andaj vëllezër besimtar, Ramazani është muaj i Kur'anit.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është muaj në të cilin ka zbrit Kurani. Andaj këtë drejtim mundoheni o umat i Muhamedit alayhis salam të lexoni Kuranin, edhe në këtë drejtim mundoheni të jetoni me ta. Për fatkeq është përhapshëm braktisja e Kuranit edhe ka forma të shumta të braktisjes të Kuranit. E një prej tyre është dëgjimi dhe leximi i tij, është të gjykuarit sipas Kuranit. Me gjykuar me Kur'an vëllezër e keni bërç, me gjykuar me Kur'an të lashët, keq kuptimet, mos pajtimet, veç me Kur'an do të më zgjidh, sepse këtu është drejtësia, po është edhe bereqeti në jetën tonë. Andaj vëllezër besimtar, braktisja e Kur'anit sjell tek dobësimi i imanit, sjell tek lashe në jetën tonë. Andaj kemi edhe ata të cilët lexojnë Kur'an me qëllime jo të mira, lexojnë Kur'an vëllezër besimtar, me përfitu, e shesin. Andaj ne çfarë do të bëjmë? Lexojmë Kur'an vetëm për hir të Allahut, edhe në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, e ka thonë Uthmani një fjalë shumë madhështore. Edhe me këtë do përndoj pjesën e parë të hutbes të Kur'anit, inshallah nuk jem pyetjene. Ka thonë Uthmani radiallahu anhu, sikur të ishin pastru zemrat tona, çuç dohet me pendim si shumë ngitu lexu Kur'an. Andaj muaj Ramazan është muaj ku ne arrim të një delirje e imanit tonë, e inshallah ndodh që edhe zemrat tona të hetojnë këtë uri për Kur'anin. Me ka që më rribesh në po të hutbes, nuk kërkoj falje të Allah, kërkon dhe falje, sa falje më shirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Tanur Allah besimtar, një musliman pa Kur'an është i privuar shumë. Një musliman pa Kur'an është i privuar shumë, sepse Kur'ani është udhëzues. E ka merr udhëzimin ti nëse nuk e merr ka Kur'ani. Ka merr inspirimin, ka forcën imanin nëse ti nuk shoqërohesh me lexim të Kur'anit. Andaj, vëllezër besimtar, kur Muhamedi alayhis salam ju tregoi sahabëve që para kiametit ka mu përhap ignoranca shumë, kanë mu përhap gjunohet, kanë mu përhap në krimet më të ndryshme. Ata i thanë, o dërguari i Allahut, as ku me pos Kur'an atëherë? Jo, ka thonë ku me pos, po dhe të popët e mëhershëm ka pos librat që janë shpoll, me po braktisja e librave, se këtë rast Kur'anit, masa njerëz devijojnë, harrojnë që ku me pos Kur'an. Andaj në këtë drejtim mos lejojmë vëllezër besimtar që në shtëpia tona mos të lexohet Kur'ani, që në familja tona vëllezër besimtar, evlat ton mos ta shfletojnë atë, sepse ka bereqet dhe mbrojtje. Andaj në këtë drejtim Ramazani nuk është vetëm agjerim, mirë, po është vetë reflektim. Është kohë kur ne investojmë në imanin ton. Kajherë po kemi në ndjenjë se na ka lodhur dynjaja, na ndodh tonve. Edhe po thojmë abra sikur të shkojë Ramazani, e na ka ardhur vllazni. Na ka ardhur e çat ndjenjën që be kemi shpesh herë gjatë vitit se na ka lodhur dynjaja, çfarë është koha që me mush imanin që mos më na lodh dynjaja, mos më na godit dëshpërimi. Andaj një prej formave që e mushëm imanin, e karikojmë çu duhet, është leximi i Kuranit. Mirë po, leximi i Kuranit vllazni duhet më bën dy forma. E para, dietarët thonë, e para është ky leximi mekanik gjuhën arabe që ti nuk e kupton, dhe e dyta do të më lexu me kuptimet tina, respektivisht tefsirin. Andaj në këtë drejtim mundoheni që paralelisht duke lexu kuptimet në origjinal, me i lexu dhe kuptimet në gjuhën shqipe, sepse ti nuk e merr vesh porosin, madje edhe ne kemi fjalë xhallar që nuk i morrim vesh, e përdorim tefsirin. Andaj këtë drejtim paralelisht me leximin e Kuranit në origjinal, lexoni edhe atë kuptimin në gjuhën shqipe. E nëse nuk dini me lexu vllazni në gjuhën origjinale, çuçi ka thonë Zoti, s'po ku kuptimin e tij në vllazën besimtar, lexoni këtë Ramazan. Lexoni për vetë reflektim tuaj, lexoni që me mush imanin në vllazën besimtar për vitin që po vjen. Andaj në këtë drejtim një besimtar pa Kur'an është i dob, një lidhje me Allahun pa Kur'an është e dob. Andaj mundoni të investoni në imanin tuaj. Qoftë vllazën besimtar duke dëgju Kur'an, qoftë duke prezantu në taravih ku lexohet Kur'an, edhe në këtë drejtim meditoni rreth fjalëve të Zotit. Keni me po se ky Ramazan ka me ndryshe. Sahabët i kanë thonë Kuranit pranverë e zemrave. Andaj lutem Allahun që Allah të na mundson një pranverë të zemrave tona në këtë muaj të Kuranit, në këtë muaj të agjerimit, këtë muaj ku ne e shtojmë adhurimin ton për t'u afruar tek Allahu. Andaj vllazën besimtar, angazhoni në maksimumin tuaj për të arritur
shumë këtë muaj për të ngadhnyer nga vetes tuaj ndaj mëkateve të juaja, andaj asnjë sim pa to, e secili do të më angazhu në rrugtimin tonë drejt dhe të kënaqësisë e Zotit. Allah na mundson, vëllezër besimtar, të arrijmë edhe përfund e kemi një porosi, si çdo Ramazan, Bashkia Islame e Kosovës e çet postën për të përkrahur aktivitetet e saj, do kem beratin të dera, kush ka mundësi me kontribu, Zoti ju shpëlbeft.